shqiptarëve për këtë arritje. Sepse ju e dini, unë e di, publiku e din, po ashtu që pa një punë sistematike dhe të mundimshme, sidomos ju nuk do të arrinim që sonte t'i kem, si që thatë edhe ju, 4 dyshat, nëse guxoj të them kështu, të partive parlamentare në Kosovë dhe du t'ju përgëzoj sepse mendoj që ky debat i sontëm në një formë tjetër, në atë që quhet shkencë komunikimi masiv, do ta formatoj fushatën e cila faktikisht nga dje sot është në vlugun e saj, është një fushatë e jashtëzakonshme dhe e pazakonshme. Kemi një bilanc të dyfisht, bilanc të qeverisjes deri me 9 shkurt dhe bilanc të ngërshit nga 9 shkurti deri me sot. Kështu që nëse më lejoni, parazithash, po e marr guximin, po parazithash edhe drejtën t'ju uroj juve, sepse mendoj që ky debat i sontëm e vendos edhe Kosovën si të tillë në një prizëm të ri, me një shkallë, nëse guxoj ta formuloj ashtu, optimizmi që edhe pas 28 dhjetorit vërtet gjitha partitë politike, sot i kemi përfaqësues kryesor të tyre, mungojnë vetëm liderët, po ashtu do t'ulen tavolinë dhe do të bëjnë çdo gjë që gjejnë një zgjidhje që Kosova të jetë e qeverisur nga institucionet